Çmendet e reja në Australi bën gjestin e pazakon ndaj avionit që ishte gati për nisje. Një ngjarje e pazakon të shënuar në kryeqytetin e Australisë, ku një vajzë hyri në pistën ku qëndronte avioni që po përgatitej për të nisur. Në aeroportin e Canberrës e reja ka ecur duke kryer veprime të tjera pranë avionit, ndërkohë pamjet po bëjnë xhiron e rjetit. Në avion ndodheshin pilotët të cilët kanë vëzhguar vajzën që ka lëvizur pranë mjetit fluturues. Reja ishte veshur me shapka, një xhup ose xhaketë ngjyrë gri dhe me pantallona të zeza, ndërkohë në dorë ka mbajtur telefonin. Menjëherë pasi ka kryer veprimet, kryesisht poshtë avionit, ajo është larguar me shpejtësi. Ende nuk dihet realisht se çfarë ka shtyr vajzën bëj këtë veprim, por një dëshmitar ka deklaruar se ajo humbi fluturimin dhe për këtë arsye ka zbritur në pistën e aeroportit. Ajo humbi fluturimin e saj, kështu vendosi të hynte në pistë për të bërë përpjekje për ta kapur. Vajza shtyu stafin dhe vrapoi deri tek avioni duke qëndruar kryesisht pranë pjesës përparme. Fatmirësisht piloti e vuri re dhe nuk mori asnjë vendim që të mund ta lëndonte, kanë deklaruar dëshmitarët sipas Daily Mail. Stafi dhe pilotët u njoftuan menjëherë pasi autoria hyri në pistë përmes daljes së emergjencës. Ajo vum pranga për veprimin që kreu, gjë që mund t'i kishte rrezikuar edhe jetën.